Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis pavlova të shoqëruar me pana dhe me frut pasioni. Atëherë, për këtë pavlov kam 5 të bardha vezësh, i kemi ndarë dhe i kemi në temperaturë ambienti, kam 300 gram sheqer të bardh, kam 1 lugë kafe me uthull ose mund ta përdorni limon dhe 1 lugë gjelle e kam me niseshte. Këto janë për pjesën e pavlovës, ndërsa për pjesën sipër që ne do t'i shtojmë, po themi si mbushje, kam 300 ml pana të cilën do të arahim dhe 3 fruta pasioni. Këto janë përbërësit, do shtojmë të bardhat e vezës dhe do fillojmë dhe do t'i rahim me mikser dhe ndërkohë që i rahim do shtojmë edhe sheqerin. Pasi kanë filluar të rahet të bardhat e vezës, avash do shtojmë sheqerin. Disa ta përfundojmë të gjithë dhe do ta lëmë që të vazhdojë dhe të rrihet në mikser, të bëhet një bardh shumë e ngjeshur. Të bardhat e vezës me sheqerin i kam rahur, siç e shikoni, bëhet një masë goxha e ngjeshur. Do ta heqim. Të heqim të bardhat e vezës. Mos të na ngelet tek mikseri. Nuk do punojmë me mikser, do të shtojmë tutje, do shtojmë uthullën, ose do shtoni uthull, ose do shtoni limon. Do shtojmë edhe niseshten. Dhe me një spatull, avash do ta përzijim, që të vejë gjithandej, por pa i humbur volumin të bardhave të vezës. E përzijim me kujdes, në këtë mënyrë. Kam ndezur furën, e kam ndezur në 110 gradë. Momentin që do fusim brenda pavlovën, do ta ulim temperaturën në 90 gradë. Pasi jam siguruar që e kam përzier mirë, do marr tavën. Është tava që do pjek pavlovën. Kemi marr tavën. Është mirë që na mësore mos të na lëvizi, po themi letra. Vendosim pak të bardhë veze. Edhe do vendosim letrën që të na ngjitet mirë. Në këtë mënyrë. Mos të na rrëshkasi shumë. Dhe do shtojmë të bardhat që kemi rahur. I shtojmë në qendër në mes. Por në qoftë se keni dëshirë, masën mund ta ndani edhe në 2 pjesë. Dhe të bëni me 2 shtresa, është në dorën tuaj. Do ta shtojmë të gjithën. Do ta ulim, nuk do ta lëm kaq të lartë. Në këtë mënyrë, hapeni në tavë. Do ta sheshoj. Me spatull i ngri pak majat lart. Pak fare. Dhe e kemi gati. Do ta fusim në furrë, siç thash. Furrën e kam të ndezur në 110 gradë. Momentin që do fusim pavlovën, do ta ulim në 90 gradë. Dhe do ta lëm të piqet për 1 orë e gjysmë. Pasi të jetë pjekur, nuk do ta hapni furrën, por do ta lini të mbyllur deri në momentin që të ketë kaluar, po themi mund ta lini gjysmëor të mbyllur, që të arrit të jetë ftohur pavlova dhe pastaj e hapim dhe e nxjerrim. E fusim në furrë. Pavlova është gati, ka përfunduar, e kam lënë të ftohet. Do t'i shtojmë pak përshije nga poshtë frut pasioni. Do t'i shtojmë panën
Tek pana nëse keni dëshirë mund të shtoni 2-3 lugë sheqer ose sipas dëshirës se provoni vetë se sa të ëmbël e doni. Ja shtojmë sipër në këtë mënyrë. Dhe vazhdojmë përsëri me frutin e pasionit. Nëse nuk ju pëlqen që të ndjeni kokrizat e frutit të pasionit, mund t'i kaloni në sit, edhe mos t'i ndjeni. Përdorni ose mund të përdorni langun vetëm, sipas dëshirës. Ne kemi shtuar dhe frutin e pasionit dhe pavlova ime është gati. Pavlova ime ka përfunduar, është gati, është një ëmbëlsirë që del me të vërtet shumë e shijshme dhe e veçantë. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëftë mirë, miq të dashur.